Miqtë e mi, përshëndetje. Në botë kemi shumë frymra mashtruese që çojnë në shkatrim dhe vdekje, por kemi gjithashtu një frymë që sjell urtësi dhe jetën e përjetshme. Personazhi i historisë tonë të sotme mori këtë frymë që nxiti atë të ndante me të tjerët, me ata që janë në skajt e tokës, me ata që shumë të tjerë i mohojnë. Kjo sepse mendja, zemra dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Po ndihni të lirë nga prangat të radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 354, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Roger, ka ndonjë të re nga bordi misionarëve? Po, më kanë pranuar. Po ti ke dëgjuar gjë? Mua nuk më kanë pranuar. Nuk të kanë pranuar. Pse? Për shkak të shkuarës sime. Ata mendojnë se përbëj rrezik të madh për ta. Kjo duhet jetë shaka. Mos janë gjë të verbër ata. E po, unë nuk di çfarë të bëj tjetër që atyre t'u hapen syt. Dëgjoj Naomi. Ata nuk të kanë takuar asnjëherë dhe nuk e kanë parë për kushtimin tënd. Po tani çfarë do të bëj? Unë kam punuar kaq shumë. Dua shumë që të vi. Mos qaj zemra. Perëndia e ka një qëllim që po e lejon këtë. Personazhi i historisë tonë të sotme ishte në një dilemë. Për të ndjekur rrugën e duhur, atij duhet përballej një të ardhme pa gruan që donte. Kjo është pjesa e parë e historisë me 2 pjesë që tregon mënyrën dhe arsyen pse ai bëri një zgjedhje dhe pikën ku e drejtoi ajo. Kjo është dëshmia e vërtetë e Roger dhe Naomi Oatkins, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Imati ishte një inxhinier civil që punonte në të gjithë vendin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por ne ndiqnim vazhdimisht të njëjtën linjë të kishës ngado që jetonim. Kur isha 12 vjeç, ai u transferua në Chicago. Dhe kështu përpoqëm të shkonim në një kishë që ishte në një nga lagjet e atij vendi. Ndryshimi ishte i jashtëzakonshëm. Si të duket kisha e re, Roger? Njerëzit atje më bëjnë të ndihemi veçantë, babi. Janë shumë mikpritës. Sidoqoftë asnjëherë nuk i kam dëgjuar të flasin për rilindjen në frymë. Edhe mami kështu thot. Pastori tha diçka në lidhje me rrëfimin në publik, të besimit në Jezus Krishtin. Të gjithë e kuptojnë se për çfarë flet ai, ndërsa unë jo. E vërtetë është ajo që thot pastori? A nuk mjafton që të jemi të mirë përpara Perëndis? Bir, vetëm një gjë di me siguri. Pastori lexon shumë vargje nga Bibla dhe do t'i lexoj edhe vet ato pasazhe që të shohë nëse janë të njëjtët. Nëna dhe babai im ishin të parët që përjetuan rilindjen frymërore pasi e lexuan Biblën me shumë zell, pasi dëgjuan një stacion radiofonik të krishterë dhe pasi morën mësime në kishë. Për një periudhë kohore të gjitha këto gjëra më munduan, por lexova Biblën dhe kërkova të merrja një vendim të pavarur në lidhje me besimin tim. Bibla më bindi që e kisha gabime dhe që isha një mëkatar që e priste ferri. Më pas, kisha bëri disa takime ungjillizuese ku unë ju dorëzova Zotit. Nga ai moment e tutje ju përkushtova Biblës duke lexuar çdo ditë atë. Ishte viti 1943 edhe lufta e dytë botërore po bëhej më e ashpër. Megjithatë, kur unë fillova gjimnazin, ajo përfundoi. Çfarë je duke mësuar, Bir? Çfarë nuk po mësoj, babi? Nuk ngopem dot duke lexuar Biblën. Perëndia është madhështor, apo jo? Është e vërtet. Të mendosh që ai ka krijuar gjithçka dhe prap kujdeset për ne. Evolucioni është një mjet mashtrimi shumë i fortë, apo jo, babi? Po, Bir, shumë i fortë. E di, unë dua të studioj shkencat natyrore që të mund të mësoj të tjerëve të vërtetën, pa u lëkundur. Me qëra fjala, trajneri në shkollë mendon se duhet t'i futem atletikës, por unë i kam thënë që nuk mund të vrapoj. Bir, mos haro që desh humbe jetën kur ishe 2 vjeç, sepse zemra jote është e dobët. Ja kam thënë edhe këtë gjë, por ai më thotë të bëj disa analiza tek mjeku, të marr një raport dhe të praktikohem. Doktori mendoi se vrapimi mund ta bënte më të fortë zemrën time nëse do t'i merrja gjërat shtruar. Kështu gjithë ajo stërvitje më përgatiti për punën e së ardhmes. Gjatë 2 viteve të fundit të shkollës së mesme, zura miqësi me 2 shok misionar, prindrit e të cilëve kishin shërbyer në Kinë edhe Amerikën Jugore.
Ne lyenim shtëpi edhe në bodrumin e shtëpisë time krijuam një laborator shkencor. Bëj kujdes Walkwitz. Ndryshe do ta hedhësh në erë këtë vend. Mos ke frikë, miku im. Ke Rogerin këtu. Pikërisht, kësaj druan. Mos je gjithë duke sajuar në ngjitës të ri të letrave të murit? Apo je duke shpikur ndonjë pije energjike që të mund të vraposh më shpejt? Nëse kjo gjëja nuk e ndalon reaksionin që ka nisur, të jeni të bindur që kam për të dalë nga ky vend shumë shpejt se ju. Roger, a do të shkosh në konferencën e misionarëve fundjavën tjetër? Sigurisht që po. Atje mësoj gjithë një gjëra emocionuese. Ne kemi një punë tjetër që na pret, megjithatë mund ta përfundojmë pas konferencës. Mbase fitojmë para këtë herë. Po si pra? Vazhdo të ndrosh ti. Pronarët janë mjaft të vjetër në moshë dhe nuk e përballojnë dot të paguajnë edhe gjëra të tilla. Roger, ka ardhur një burr nga kisha për të takuar. Thuaj të vi këtu, babi. Kisha dëshironte që ne të drejtonim grupin e të rinjve. Një grup i përbërë nga disa djemë që ishin në adoleshencën e tyre të hershme dhe që mblidhej çdo të premte mbrëmë. Nuk di ç'të them, djema. Ky është zotim që duhet mbajtur. Duhet të mblidhemi çdo të premte. Ashtu është. Po të premteve mbrëmë ne pastrojmë zyrën? Po, edhe kjo do të na bënte lëmsh për fundjavën. Keni menduar për vajzat? Ato do duhet të përshtaten me këtë. Por vërtet mendoni se mund ta bëjmë? Në fakt Perëndia thotë se mund të bëjmë gjithçka me anë të Krishtit që na forcon. Amen. Por unë nuk dua të jem thjesht një kujdestar. Asun, takimi duhet jetë frymëdhënës nga ana frymërore. Atëherë them se duhet të pranojmë. Po. Pastaj mua më vjen turp të them jo. Perëndia na ndihmoi të drejtonim grupin e të rinjve për 3 vjet. Në vitin e fundit të gjimnazit para diplomimit, më zgjodhëm bashkë me 4 persona të tjerë për të bërë një provim në kimi. Kështu që mësova dhe në fund dhash një dëshmi të shkurtër për Jezusin. Në vjeshtën e vitit 1947, fillova shkollën e lartë në Wheaton. Dhe në 1950, në vitin e fundit të diplomimit, në Koresh përtheu lufta. Bir, ka shumë mundësi që të marrin ushtar. Nëse ky është vullneti i Perëndis, e pranoj. Sa keq që në shkollë nuk ka ndonjë njësi të trupave që trajnojnë oficerët e ardhshëm. Do të isha bërë pjesë e saj. Në të vërtetë të gjithë duhet i shërbejmë këtij vendi. Disa nga djemt po fillojnë studimet për teologji me qëllim që të mos i marrin ushtar. Në luftën e parë botërore un kam qenë toger, edhe kjo që sapo them nuk më pëlqen. As mua, babi. Unë dua të shërbej vendit tim. Por a ke menduar ndonjëherë të bëhesh misionar si motra jote? Këtë e ka Zoti në dorë. Tashmë jeta ime i përket atij, pavarësisht profesionit që mund të kem, unë dua të shërbej Perëndis. E po, meqense fqinjë ynë është në gardë, atëherë besoj se edhe ti do të ndjekësh të njëjtin itinerar. Unë u bëra pjesë e gardës kombëtare të Illinoisit, edhe më pas rreshteri i batalionit. Duke qenë se nga njëra anë kisha këtë përgjegjësi dhe nga ana tjetër kisha shkollën dhe punën, unë isha tepër i zënë për të dalë me vajza, edhe në vitin 1951 u diplomova në kimi. Unë edhe shokët e mi e kalonin verën duke lyer shtëpi. Roger, a do të kërkosh në një punë si mësues? Unë dua, po vendi është në luftë dhe mund të më thrasin nga dita në ditë për të luftuar. Edhe? Shkolla ku do t'i japësh mësim do ta kuptojnë nëse do të thrasin. E po, nuk do të ishte e drejtë që të filloja një punë edhe më pas të mos isha në gjendje që ta përfundoja. Një ditë do duhet të nisësh një punë të qëndrueshme, Ormi. Ne nuk mund të lyejmë shtëpi edhe në dimër. Dgjoj këtu. Kjo pjesë nuk më shqetëson fare, sepse Zoti do t'i zgjidh vetë gjërat. Po ti gjithmonë ke dashur të japësh mësim në shkollën e mesme. Ashtu është, po Zoti ka kohën e vet, miku im. Ej, shiko. Po vin disa burra. Mbase ata janë të bordit të ushtrisë dhe duan të na thrasin për të luftuar. Mos u trem kot se ai është doktor Grini, profesori im i kimisë. Personi tjetër pranë tij ishte dekani i Universitetit të Krishterë në Tennessee që kërkonte një mësues kimie. Ai më bëri një intervistë pune ndërkohë që unë kisha veshur kominoshe bojaxhiu. Profesori yt më foli për ty, Roger. Në fakt, plani im ka qenë që të punoj në një gjimnaz të përgjithshëm, jo në një kolegj. Por ai më tha se ti je i përgatitur për këtë. Më vonë mund të marrësh edhe diplomën e masterit. Nuk do të ishte keq, po unë jam ende duke shërbyer në gardën e Illinoisit. Po largova nga vendi mund të më marrin ushtar. Dgjoj. Unë jam një kolonel në pension, ndaj të kuptoj. Por ti mos u shqetëso se do ta zgjidhim këtë punë. Në rregull atëherë. Do t'i hedh një sy katalogut dhe formularëve tuaj. Më pas do t'ju njoftoj.
Kolegji ishte i vogël edhe unë sapo kisha filluar një program atletike. Pjesa më e mirë ishte që kolegji e pranonte ekzistencën e Perëndisë. Kështu plotësova letrat edhe më punësuan si mësues kimie edhe matematike. Kur trupi pedagogjik u mblodh, dekani më prezantoi. Ky është Roger Walquist, profesori ynë i ri i kimisë dhe matematikës. Gjithashtu është trajneri i ri i atletikës. Rogeri është i vetmi që nuk ka pyetur se sa do të ishte rroga e tij. Roger, ke makinë? Po, zotëri. Mirë, sepse ne punojmë në komunitet. Disa nga studentët tanë japin mësim në shkolla lokale dhe mësojnë Biblën. Ti mund të transportosh disa prej tyre. Një herë në javë shoqëroja studentët me makinë në shkollat fillore. Unë jepja mësim në klasën e 6, ndërsa ata në klasat e tjera. Studentja më e bukur ishte Naomi, e cila ishte në vitin e parë. Naomi, po unë sikur të pash duke punuar në mens, apo jo? Po, zoti Walquist, por gjithashtu pastroj laboratorin e kimisë. Duhet të fitoj para për të qëndruar në shkollë. Ashtu është. Kjo nuk ka asgjë të keqe. Ja, unë kam lyer shtëpi për të paguar shkollën. Unë shkoj edhe në spitale për të lutur me pacientët. Të pëlqen Tennessee? Në fillim më merrte shumë malli për shtëpinë. Ashtu. Ku jeton ti? Në Mansfield të Ohio's. Këtu më dërgoi pastori. Ne nuk u lidhëm atë vit sepse isha i fokusuar tek mësimdhënia. Më pas në shkurt mora një letër nga Xhaxha Semi, edhe shkova në zyrën e dekanit për t'i dhënë lajmin e keq. Të ka ardhur njoftimi për të shkuar ushtar? Kur duhet të paraqitesh? Fillimisht duhet të marr një raport tek mjeku. Xhaxha Semi ka nevojë për mua. Po ashtu universiteti. Të paktën deri në fund semestrit. Mendoj se kjo tjetra ka më shumë prioritet. Atëherë vazhdo dhe merre raportin. Unë do të vi me ty kur të dalësh përpara bordit të rekrutimit. Bordi i rekrutimit u tregua i gatshëm t'i kërkonte shtetit të Illinoisit një ndryshim posti në Dayton të Tennessee. Gjatë kohës që procedura vazhdonte, shkolla mbaroi dhe unë u ktheva në shtëpi. Ende nuk kisha marrë ndonjë njoftim, kështu që shkova të takoja bordin e rekrutimit në Wheaton. Sekretari më tha se procedura nuk kishte përfunduar dhe tani konsiderohesha si ushtar i larguar pa leje nga shërbimi. Brenda javës më dërguan në Fort Breckenridge të Kentuckit për trajnimin fillestar me divizionin ajror 101. Ne u trajnuam për të qëndruar në vijën e frontit të luftës dhe të 350 burrat e njësisë tonë shkuan në Kore përveç meje. Unë shkova në shkollën teknologjike për laborant hidrokarburesh në New York. Në klasë kisha një hebrej i cili më ftoi në një shërbes në sinagogë të premten. Kjo ishte era e parë që shkoja në një shërbes të tillë. Kur shkolla mbaroi, më dërguan në laboratorin e hidrokarbureve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Pedro të Kalifornisë. Djema, kemi një mal me kampion hidrokarburësh që duhen testuar. Pentagoni kërkon përshkrim të hollësishëm për çdo kampion. Të njëjtët kampion janë shpërndarë në të gjithë laboratorët e botës, kudo ku ushtarët blejnë pajisje. Ndaj duhet të përpiqemi të bëjmë një punë të mirë. Rashter, si thua sikur ne tre teknikët i testojmë kampionët secili më vete dhe në fund para se ti dorëzojmë, ti krahasojmë së bashku. Kjo kërkon shumë punë, po nëse përfundim me dalje të ndryshme, atëherë testimi do e nisim nga e para. Prej zellit që treguam, laboratori ynë zuri vendin e parë në botë. Duke qenë se isha i zoti kur shkruaja në kompjuter, më bën teknik të kompanisë. Kuptova se isha në gjendje që me punën time kompania të ngrihej gjithnjë më lart. Edhe kështu ndodhi. Unë gjitëm lart e më lart. Duke kthyer kokën nga e ardhmja, unë aplikova për të ndjekur Universitetin e Tennessee edhe përveç se më pranuan më dhanë edhe një bursë. Më pas, një të diel mbrëma shkova në kishë dhe dëgjova një predikues që përkthente. Shumica prej nesh këtu e din që Zoti Jezus Krisht është shpëtimtari. Por shumica e botës nuk e njohin atë, sepse nuk e kanë dëgjuar asnjëherë lajmin e mirë, që Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindurin që të vdiste për mëkatet tona, që parajsa është dhuratë. Si do ta thrasin për atë të cilit nuk i besuan, dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar, dhe si do të dëgjojnë pa predikues. E mbani mend çastin kur e keni ditur pas një dyshim që Perëndia e bëri veten e tij një sakrificë për mëkatet tuaja, që ju të mund të vinit në prezencën e tij të shenjtë, sepse atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. Jep juani edhe të tjerëve këtë dhuratë. Ndihmojini ata të marrin jetën e përjetshme. Ne tani do të shkojmë në Filipine ku fliten qindra gjuhë, por ku nuk ka asnjë Bibël të përkthyer.
Na nevojitëm për kthyes, veçanërisht për popullin vendas. Ndaj lutemi që të bashkoheni me ne. Zoti filloi të më binte që ditëve të mia si mësues kimie u kishte ardhur fundi. Ai kishte një punë të re për mua. Ti mësoja Biblën popullit vendas në Filipine. Nuk isha i gëzuar për këtë. Kjo nuk është e drejtë. Ishe ti ai që më drejtoi te kjo deg. Sigurove një vend pune si mësuese dhe po ashtu një bursë në Universitetin e Tennessee. Sa tani më thua se duhet i flak të gjitha këto për diçka krejt të re? Nga Biblia kisha mësuar se më e mira që mund të bëja ishte që t'i bindesha Zotit. Kështu kur kisha u boshatis, rash në gjunja dhe e pyeta Perëndin se çfarë duhet të bëja me bursën. Përgjigja ishte e thjeshtë. Shkruaj universitetet dhe thuaj që nuk mund të pranosh. Jo, në këtë kohë. Në vitin 1954, kur ditëve të mia në ushtri ju erdhi fundi, unë fillova një kurs gjuhë verore. Gjithashtu pranova një ofertë për të punuar sërish si mësues kimie në kolegjin e Tennessee. Në atë kohë, Naomi ishte në vitin e fundit dhe unë e ftova për festën e Krishtlindjes. Më vonë shëtitëm brenda godinave të shkollës. Domethënë Perëndia të ka thirrur për të qenë misionare, apo jo Naomi? Po, në Afrikë. Thirrjen e kuptova që në vitin e parë kur dëgjova një predikues. Atëherë mendoj se do të nevojitet një kurs gjuhë. E vërtet, shpresoj që pastori të më ndihmojë nga ana financiare. Po familja jote nuk të ndihmon dot? I mat nuk jeton. Nuk e dia, më vjen keq. Faleminderit. Ai ishte i alkolizuar. Goditi kokën kur ra nga një kamion, edhe pas 5 muajsh vdiq. Nëna jote gjor. Më pas gjërat morën të pjetën. Ajo nuk ishte punuar asnjëherë edhe nuk mund të kujdesej për të gjithë ne fëmijët. Pse, sa jeni? Jemi 8. Kam 6 motra edhe një vëlla. Unë jam e dyta ndër 8 fëmijët. Edhe kur ndodhi kjo isha 14 vjeç. Shpeshherë nuk kishim ç'ta hanim. Nëna i dha 3 motrat e vogla për birësim. Ajo donte të mos shkoja më në shkollën e së dielës, kështu që ja mbatha nga shtëpia edhe shkova tek gjyshja. Edhe nuk e kthyer më? Jo. Gjykata vendosi që për mua ishte më mirë të jetoja në jetimore dhe të mos kisha kontakte me familjen derisa të mbushja 18 vjeç. Ndaj jetova në jetimore derisa më mori hallmei. Ajo nuk është halla ime vërtet, por të gjithë kështu e thrasin. Jetova me të derisa erdha këtu. Jam shumë i gëzuar që erdhe, Naomi. Sa bukur dukesh në dritat e Krishtlindjes? Të rrezëllen fytyra. Në pranverë, unë, Naomi dhe 2 vajzat të tjera bëm kërkime për një program të mirë për misionar në një shkollë biblike në Karolinën Veriore. Në vjesht unë dhe Naomi u regjistruam. Kur mësimi përfundoi, unë u ktheva në shtëpi në Wheaton dhe kalova verën duke lyer shtëpi. Vjeshtën tjetër fillova studimet e mastrit në Kolumbia. Takohesha rrallë me Naomin sepse isha i zënë me punën e diplomës. Por në pranverë shkuam bashkë me makinë në Ohio. Naomi, si e ke njohur pastorin tënd? Dikur kur jetoja me familjen, ai na merrte edhe na çonte në kish. Po si ka mundur t'ju ndihmoj financiarisht sepse ai ka qenë thjesht pastor? Ai punonte me kohë të plotë si inxhinier mekanik. Edhe sot ai vazhdon të mos marr para nga kisha ku predikon. Kisha është pranë fermës së hallmeit. Do me thënë ti qenë ke vajzë fshati. Është e vërtet. Çdo mëngjes duhet të midja lopët para se të merrja autobusin për të shkuar në shkollë. Halla ishte e ve, nuk ishte fëmijë. Kush e di se sa e zën duhet këtë qenë me ty. Ashtu është. Një natë kur isha në vitin e fundit të gjimnazit, unë edhe një shoku im kishim dalë me një çift tjetër, edhe ai djali e ftoi këtë shokun tim për të bërë një lojë me makina. Kush e di se sa është ndezur gjendja? Nuk kam fjalë ta përshkruaj. Ne u përplasëm dhe makina u rrogullis disa herë. Reagova shumë keq. U lëndua ndonjë? Faleminderit Perëndis, jo. Sherifi më çoi në shtëpi tek hallmei. Mëngjesin tjetër, pastor Ralfi më nxiti të bëja diçka ndryshe për jetën time. Ai u tregua i gatshëm të paguante një pjesë të shpenzimeve për studimet e mia, nëse edhe unë do të punoja për të mbuluar pjesën tjetër të shpenzimeve. Pas ke pasur një jetë të vështirë, Naomi. E po, mbase Zoti i ka përdorur gjërat për të më përgatitur si misionare. Në atë kohë nuk ishte një rrugë shtetërore, kështu thjesht udhëtuam me makinë sepse nuk kishim një vend ku të qëndronim së bashku. Unë lash Naomin tek shtëpia e hallës së saj dhe takova pastor Ralfin.
Pas disa ditësh ne u larguam nga i vend, por ndaluam në Wheaton, që Naomi të njihte nënën time. Edhe në fund në shkollën ku do të bënim kursin e gjuhës. Të dy aplikuam për të shkuar misionare dhe për të shërbyer popullit vendas në Filipine, por Naomi nuk u pranua. Zot, mendoja se plani yt ishte që ne të martoheshim. Ajo ka shumë cilësi të mira edhe nuk besoj se rrezikoj ndonjë gjë me të. Por ti je ai që vendosat. Ndihmo të kuptoj se çfarë duhet bëj. Doja shumë që Perëndia ta shkruante përgjigjen e tij në një copë letër. Edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh atij. 2 ditë më vonë, ne dolëm shëtitje me makinë dhe parkuam. Naomi, unë jam lutur shumë për vendimin që duhet të marr në lidhje me misionin. Edhe unë, Roger. Kam menduar që të shkoj te kantarët e bordit edhe të kërkoj që të na lejojnë të shkojmë si 2 individ të ndryshëm, kështu ti do të mund t'ju tregosh atyre se kush je në të vërtetë. Po sikur të mos pranojnë. Si është e mundur që janë kaq paragjykues? Duket sikur e kanë marrë vendimin e tyre vendimtar. Në fakt, kam menduar ta ndryshojmë disi situata. Ashtu? E si? Nëse ata duan që unë të shkoj, atëherë duhet të pranojnë edhe ty. Ose do të shkojmë së bashku si një çift i martuar, ose nuk do të shkojmë fare. Si mendon? Roger, Këtë po e marr si një po. të dua shumë. Ne planifikuam martesën tonë me besim edhe u martuam në shtator të vitit 1956. Nusja ime veshë një fustan të huazuar, edhe kishte lule që organizuesit e martesës kishin gjetur atë mëngjes. Pas muajit të mjaltit, ne filluam praktikën tonë si misionar. Nuk kaloi shumë edhe na pranuan të dyve, kështu filluam të kërkonim mbështetje financiare. Në fund të dhjetorit të vitit 1957 morëm avionin për në Manila, por ndaluam në Hawaii, Japoni edhe Hong Kong. Udhëtuam me avion sepse Naomi mbante në bark fëmijën tonë të parë që do të vinte në jetë në muajin qershor. Ne u vendosëm në një apartament në Manila edhe filluam të mësonim gjuhën. Më pas, vra një udhëtim nëpër male për të mësuar vendet përreth, por pa Naomin. U ktheve? Bëre mirë që nuk erdhe me mua, zemër. Rrugët ishin shumë të rrezikshme. Urbanët edhe autobuset ishin aq të mbushur sa nuk mund të merrja dot frym. Në autobus njerëzit marrin pula edhe derra gjithashtu. Një gjë tjetër është që mjetet e transportit ndalojnë shumë shpesh. Si të duk Banaui? Ishte i mrekullueshëm. Ka për të pëlqyer shumë. Mu duk sikur isha në shtëpi. Tarracat me oriz duken më vështore. Po gjuha? Njerëzit e atij vendi flasin gjuhë tjetër. Jo gjuhën tagaloge. Po klinikën mjekësore të misionit mundet ta shohësh? Ishte e mbyllur, sepse doktori kishte marrë leje. Kështu që bëm mirë që qëndruam në Manila. Më trego pak për shtëpinë. Po ja, misioni do të na gjejë një vend edhe do të na paguajë qeran. Sa mirë. Por atje nuk ka drita. Do të na duhet të marrim një fanar vajguri. Që nga si në kamp? Sa romantike? Po, si në kamp, zemër. Megjithse diçka ishte ndryshe. Dikur atje kanë jetuar njerëz të egër. Njerëz të egër? Po ti mos u shqetëso. Perëndia do të kujdeset për ne. Djali ynë Rej lindi më 5 qershor me operacione dhe kjo ishte një tjetër arsye mirë pse nuk jetuam në male. Ndërkohë që vazhdonim të studionim gjuhën, mua më caktuan të jepja mësim në klasën e 9 në shkollën që misioni kishte hapur për fëmijët e misionarëve. Sapo viti shkollor përfundoi, ne mblodhëm gjërat tona edhe u shpërngulim në Banaui. Për këtë përdorëm një furgon të marrua. Wow, kam frikë të shoj jashtë. Forca, zemër, ki besim tek Perëndia. Unë Zotit i besoj, por jo rrugës. Lartësia është shumë e madhe dhe rruga nuk është e rrethuar. Tani unë të paralajmërova që është gjithë gropa. Më the dhe kaq mjafton të thyen dhëmbët. Rej gjor. Ai po fle, mos u shqetëso se edhe pak më rrim. Banauin e lam pas edhe para kemi fshatin Gohang. Bëre mirë që erdhe ti i pari edhe pesi si ishte rruga. Në fakt nuk do ta kisha gjetur shtëpinë pa ndihmën e njerëzve. Nuk do të kemi shumë fqinja, apo jo? Jo, por shikoj pak ato tarracat e orizit atje. Ato janë ndër më të famshmet në botë. Ky është vendi më i bukur që kam parë ndonjëherë. Çfarë pamje. Pikërisht para shtëpisë tonë. Ja, tek është edhe shtëpia. Ajo baraka e vogël? Unë të thash të mos prisje shumë. Eja, shkojmë brenda. Roger, ky është vendi më i keq që kam parë ndonjëherë. Ka vetëm një dhomë këtu mbrapa. Rej mund të flerë këtu në dhomën e ndinjes.
Po, kuzhina, kjo është? E po, lavamani galvanizuar mendoj se në kuzhinë ka vendi. Tualet nuk ka as ujë të rrjedhshëm? Po kjo është e tmerrshme. Pranë malit gjendet një burim uji të pishëm. Është 5 minuta larg me këmbë, por mos u shqetëso se do të shkoj unë. Po unë, si do t'i laj pelenat? E ke menduar që së shpejti do të lindë edhe fëmia ynë i dytë? Do të punësojmë një vajzë të fshatit që të ndihmoj. Edhe do të vendosim një enë të madhe të rrumbullakët metalike me tubë në fund, që brenda të futet shiu. As telefon nuk ka? As telefon edhe as elektricitet. Kështu është në të gjithë provincën e Ifugos. Kemi marrë fund. Zemër, mos fol ashtu, ne jemi misionar. Po zyra postare. A zyra postare ndodhet në Banaui. Letrat nuk i sjellin në shtëpi, kështu që do të shkojmë t'i marrim kur të jemi në qytet. Furgonin do ta kthejmë në Manila, po jo. Po më pas, çfarë do të bëjmë? Do të ecim. Njësoj siç bëri Jezusi. E po, atëherë bëj mirë që të përshtatem. Naomi, unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë ungjillin. Prandaj kemi ardhur në këtë vend. Ne morëm një sobë të vogël edhe një frigorifer që punonte me gaz, edhe bombulat me gaz i sillte autobusi i kompanisë. 2 muaj më vonë e blem një motocikletë, kështu mund të mbanim ushqimet që blenim edhe mund të shëtisnim. Një vajzë vendase e ndihmoi Naomin të mbushte ujë, të lante rrobat, edhe gjithashtu na mësoi gjuhën e vendit të Ifugos që ishte plotësisht ndryshe nga gjuha takaloge. Por brenda disa muajve u përballa me një sulm që u bë cënim për shërbesën tonë në mal. Në programin ton të erës së ardhshme do të dëgjojmë përfundimin e kësaj dëshmie të jashtëzakonshme që nxjerr në pa besnikërinë e Perëndis, pavarësisht nga situata që po kaloni. Dëgjues të dashur, po ju, a e njihni Perëndinë e gjallë? Ai erdhi për t'ju dhënë jetë me bollëk. Pavarësisht se kush jeni, ju mund të luteni me ne tani për ta pranuar atë. Perëndi i dashur, unë besoj se Jezusi vdiq në kryq për mëkatet e mia. E besoj se u ringjall dhe jeton në përjetësi. Të falenderoj për dhuratën e jetës së re që kam në të. Eja në zemrën time, Zoti Jezus, dhe ndihmo të jetoj për ty. Në emrin tënd unë lutem. Amen. Do të dëshironim na tregonit nëse jeni lutur e ne të dërgojmë disa libra që do t'ju ndihmojnë të esni në jetën e re me Krishtin. Adresa është Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose mund na dërgoni një email në info@radio7.net. Ndoqët programi me numër 354. Kjo ishte pjesa e parë e historisë së vërtetë të Roger dhe Naomi Oatkins. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, ju dëgjofshim.